Drejtoria rajonale e tatimeve ka nisur vitin 2015 me kontrolle e masa të rrepta. Aktualisht, sipas drejtorit Hysen Hysa, 13 grupe janë në terren duke kontrolluar të gjitha subjektet për punën në zezë dhe mungesën e kasave fiskale. Atëherë duke qenë që unë sot kam nxjerrë 13 grupe në terren për të bërë evidentimin dhe kontrollin e fuqisë punëtore në gjitha subjektet. Dhe konkretisht unë kam filluar me fasonet duke qenë që janë subjektet më punëdhënëse për të bërë evidentimin e tyre. Qëllimi jonë nuk është që të penalizojmë subjektet, por nëpërmjet jush televizioneve u bajnë thirrje gjithë subjektet, gjithë biznesin në qarkun e Shkodrës që të paraqiten dhe të deklarojnë punojësit që kanë të punësuar, në mënyrë që të shmangen penalizimeve që realisht janë goxha të larta dhe janë me pasoja për aktivitetin e tyre. Persona që kryejnë aktivitet në qarkun e Shkodrës që të pajisin menjëherë me kasa fiskale, në mënyrë që penalitetet janë shumë të rënda dhe do shkojnë deri në ndjekje penale për mos zbatimin e tyre. Drejtori Hysa thotë se ka informacion për punën e zezë. Informacione kemi, ne po evidentojmë edhe gjatë vitit 2014, jo se s'kemi gjetë punojës në zezë, por duke qenë masat do jenë më të shënuar për vitin 2015. Dhe subjektet e pa licencuara do të ndëshkohen. Janë rreth 1700 subjekte të reja që janë hap dhe janë licencuar për vitin 2014. Nuk e vjen dyshim që subjekte ka ende të pa licencuar, por duke i bëjnë thirrje nëpërmjet televizionit tuaj të gjithë subjekteve që operojnë në qarkun e Shkodrës dhe nuk janë të licencuar. Masat janë më ekstremet dhe nga momenti që çdo subjekt do gjinet i pa licencuar në QKR dhe te Drejtoria Rajonale e Tatimeve do konfiskohet i gjithë malli pa paralajmërim. Në ditët në vijim, Drejtoria Rajonale e Tatimeve do të ketë edhe një raport të punës për vitin 2014 dhe më pas se gjithë vëmendja do të përqendrohet tek aksionet e ndërmarra në këtë fillim viti.